Unë ngrihem përsëri, përsëri ngrihem. Unë ngrihem përsëri. Kur ne, shqiptarët e Kosovës, u pushuam nga puna, nuk u ndalëm, por vepruam. Ne u organizuam. Kështu, lëvizja e rezistencës civile filloi. Me këtë citat të Iqbale Igor Rogovës, një përkufizim i një epoke, hapët libri i kushtuar organizatës Motra Qiriazi, të udhëhequr nga ajo dhe motra e saj Safete Rogova. Rrëfimi kthehet në fillim të viteve të 90-ta në kodrën e trimave në Prishtinë. Teksa shpërndante ndihma për familjet në nevojë, Igo u përball me një moment që do ta ndryshonte drejtimin e angazhimit të saj. Disa nga gratë nuk po nënshkruanin për pranimin e ndihmës, jo nga hezitimi, por sepse nuk dinin shkrim e lexim. Ajo u kthye tek motra e saj, Safete Rogova, dhe i tha: "Duhet t'i ndihmojmë gratë të mësojnë, të lexojnë dhe të shkruajnë." Nga ky moment lindi një mision i ri. Safetja, një nga aktorët e para, arti së cilës ishte një formë e rezistencës e asaj kohe, dhe Igo, që do të largohej nga puna si kryeredaktore e departamentit të filmave të huaj në Radio Televizionin e Prishtinës, themeluan shoqatën për shkrim, lexim dhe arsimim të grave. Emri ju vu si një homazh për motrat Qiriazi, motrat e shekullit 19 që në Korçë themeluan shkollën e parë shqipe për vajza. I tërë ky rrugtim i motrave Qiriazi është dokumentuar në librin, i cili u promovua këtë javë në një mbrëmje artistike që bashkoi breza aktivistësh, artiste, politikane, mike e miq të motrave Rogova. Ngjarja e mbajtur në hanin e dy Robertëve, hapësirë me simbolik të veçantë të viteve të 90-ta, përkoi me 80 vjetorin e aktorës dhe aktivistës Safete Rogova, si dhe me 36 vjetorin e themelimit të shoqatës. Libri i shkruar nga studiuesja amerikane Nicole Farnsworth dokumenton për herë të parë në mënyrë të strukturuar rrëfimet e grave që vepruan që nga viti 1989 në kohën kur regjimi i Slobodan Miloševićit godiste sistematikisht arsimin dhe kulturën shqiptare në Kosovë. Mbrëmjen e hapi presidenti Atifete Jahjaga, e cila në të kaluarën kishte dekoruar motra Qiriazi me medalje presidenciale për kontributin e tyre në arsim, kulturë dhe afirmimin e çështjes së Kosovës. Në qoftë se dikush para shumë dekada do të kishte thënë që një ditë do të shkruhet një libër për trashëgimin e motrave Qiriazi, atë askush nuk do ta kishte besuar. Po ja ku jemi sonte këtu, duke reflektuar dhe duke festuar, sepse duke falenderuar aktivizmit dhe shërbimit të tyre, ne jemi, shumica për neve, jemi sonte këtu ku jemi. Ndërsa Safete e Igor Rogova luftuan për arsimimin e grave, sot Kosova ka gra në krye të institucioneve, një arritje kjo që nuk ndodhi brenda nate. Kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu i quajti aktivistët gra model për brezat e rinj. Por më lejoni që nga zemra t'ja uroj ditëlindjen Safetës, ta falenderoj për punën, për angazhimin, për kontributin në periudha shumë të vështira. Vajzat e Republikës Kosovës, gratë në Kosovë, janë me fat përfshirë edhe mua, që kanë gra si Safetja, si Igo, si Bibi, si Kumi, si presidentja Jahjaga, si plot aktiviste që po i shoh sot pas një kohe të gjatë. Aktivistja nga Shqipëria Delina Fico riktheu në kujtesë se kur Kosova po kalonte fazën më të rëndë në regjimin e Miloševićit, aktivistët vazhduan të punonin për të mbështetur gratë dhe vajzat, veçanërisht ato që nuk kishin mundësi të ngrinin zërin e tyre. Pasi fola me njerëzit që e njohin Safeten dhe lexova për jetën e saj, ajo që më fascinoi më shumë është aftësia e jashtëzakonshme me të cilën Safetja ka thurur bukur në një jetë të vetme, në jetën e saj, dashurinë për familjen nga e cila vinte dhe familjen që krijoi me Nuredinin, Ilirianën dhe Albën. Një patriotizëm të thellë dhe të vërtetë, jo nga ato që kalojnë kohë duke rrahur gjoksin, por që përjetësohen me punë të mira çdo ditë. Ish ambasadorja Vjosa Dobruna, një aktiviste e pandalshme dhe njëkohësisht edhe antare e bordit të rrjetit të grave të Kosovës, theksoi se të arriturat e grave sot në skenën politike dhe institucionale janë rezultati i aktivizmit të grave të viteve të 90-ta. Shumë të mirë, na kemi kryetarën e Kuvendit, presidente, kemi kryetarë Akademi Shkencave, kemi gra të suksesshme në kulturë, kemi
artistët të mëdha, po të gjitha falë në të vërtet jo institucioneve të cilat nuk kanë ekzistuar atëherë ose janë prish, por në falë të aktivizmit të grave që kanë bërë në krejt Kosovën. Autorja e librit Nicole Farnsworth thot se historitë e stafetës Igos ishin inspirim për të, andaj dhe vendosi që ato t'i dokumentoj në libër. Ishte një inspirim për mu. Unë kam mësu shumë prej aktivistin, prej jetën, prej storijet e çfarë punë ka bërë në vitin 90-ve. Edhe për mu ishte shumë rëndësishme të shkru storijet për gjeneratet të ardhshme, të mëson edhe të inspiru si unë kam qenë inspiruar. Mbrëmjen e përmbylli aktoria e njohur Safet Rogova, e cila shprehu mirënjohje për aktivistët e Krushës së Vogël, Mitrovicës, si dhe të gjithë të pranishmit, duke theksuar rolin e tyre në nderimin e trashëgimisë së shoqatës Motrat Qiriazi. Kontributi jon ka qenë modest. Na jemi frymëzuar shumë prej motrave Qiriazi që nga vitet 1892 kur kanë hap shkollën e parë shqipe të bashave. Edhe moto e atyre ka qenë: do të punoj për më mëdhenj, gjithë jetën sa të qoj. Do të zgjoj edhe ata që flen, pastaj jetën të mbaroj. Po m'duket të dhejti bona, po dojnë me m'leju unë me pushu, po do të vazhdoj. Do të vazhdoj bashkë me ty, Igo, dhe gjitha aktivistët tjera. Faleminderit shumë. Libri Motra Qiriazi dokumenton një periudhë kyçe të historisë së Kosovës dhe rikthen në qendër një të vërtet shpesh të anashkaluar se shtetëndërtimi dhe rezistenca nuk u bën vetëm në tryeza politike, por edhe në odat e fshatrave, në skena të improvizuara dhe në dhoma ku gratë mësonin të shkruanin emrin e tyre për herë të parë.